Gjosha bën shqiponjen me Christian Prengën. Premtim për knock-out dhe mesazhe të forta para superduelit. Një moment që ka bërë menjëherë xhiron e rrjeteve sociale ndodhi në konferencën për shtyp para superduelit mes Anthony Gjoshas dhe boksierit shqiptar Christian Prenga. Gjatë fotografimit zyrtar, Gjosha i kapi dorën Prengës dhe së bashku formuan simbolin e shqiponjes, duke treguar respekt për shqiptarin dhe për tifozët e tij. Pamjet janë bërë virale vetëm pak orë para ndeshjes, por ky nuk ishte i vetmi moment që të rroqi vëmendjen. Kur u pyet për rivalin e tij historik Tyson Fury, Gjosha e ndërpreu menjëherë gazetarin dhe refuzoi të fliste për të. Jo, duhet ta respektoj kundërshtarin tim, nuk dua të flas për Tyson Furyn, me gjithë respektin për të, deklaroi britaniku duke bërë të qartë se mendja e tij është vetëm te Christian Prenga. Për Gjoshan kjo ndeshje ka një rëndësi të veçantë. Ai rikthehet në ring pas një periudhe shumë të vështirë personale, ku humbi dy miqtë e tij më të ngushtë, si Nagami dhe Kevin Ayodele, në një aksident tragjik me makinë. 36 vjeçari vjen pas fitores ndaj Jake Paul në dhjetor dhe muajt e fundit është stërvitur intenzivisht në Valencia të Spanjës, krah ish kampionit të padiskutueshëm të botës, Alexander Usyk. Gjosha nuk fsheu ambicjet e tij. Jam plotësisht i përqendruar te kjo ndeshje, dua të rikthehem në maj, por fillimisht duhet ta fitoj këtë duel. Nuk ka të ardhme nëse nuk e kaloj këtë sfidë, ndërkohë edhe Christian Prenga nuk u tërhoq as pak. Kur u pyet se si do të përfundoj përballja, shqiptari dha një përgjigje të shkurtër, por shumë të fortë, me knockout. Prenga tha se e respekton Anthony Gjoshan, por beson se ka gjetur dobësitë e tij. Çdo boksier ka dobësi dhe mund të rrëzohet. E respektoj Anthony Gjoshan, por i kam studiuar pikat e tij të forta dhe të dobëta. Të shtunën do të tregoj se për çfarë jam përgatitur. Edhe promotori i Gjoshas, Eddie Hearn, e cilësoi Prengën si një kundërshtar serioz dhe paralajmëroi se ndeshja nuk do të jetë as pak e lehtë. Anthony ka punuar më fort se kurrë, rikthimi i tij ka qenë fenomenal. Ne e zgjodhëm Prengën sepse është një kundërshtar i fortë. Të shtunën do të shohim nëse ai është gati të notoj me peshqit e mëdhenj. Tashmë gjithçka është gati. Nga njëra anë është Anthony Gjosha, që synon rikthimin në majën e boksit botror. Nga ana tjetër është Christian Prenga, shqiptari që premton ta trondit botën e boksit me një fitore spektakolare. A do të arrijë Prenga surprizën e vitit, apo Gjosha do të rikthejë dominimin e tij në ring? Përgjigjja do të vijë të shtunën mbrëma.